Vetëm një fet shalqini në ditë dhe nuk do ta besoni çfarë do të ndodhë me trupin tuaj. Shalqini është një nga frutat më të lëngshëm dhe më të shëndetshëm për organizmin. Ai është jashtëzakonisht i pasur me vitamina, minerale, gjithashtu dhe fibër. Përfitimet që njeriu merr nga shalqini janë vërtet të larmishme në dobi të vlerave të shëndetit tuaj. Në këtë video do të mësoni për vlerat kryesore që shalqini do të ofrojë në shëndetin tuaj dhe si ndikon ai në organizëm sipas ekspertëve të Healthline. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shëndeti i zemrës është i pari që do të përfitojë nga vlerat e konsumit të shalqinit. Shalqini është i pasur me aminoacide të cilat do ta ulin tensionin e lartë të gjakut. Shëndeti i zemrës përmirësohet edhe nga antioksidantët të cilët do të ulin gjithashtu edhe riskun e atakut në zemër. Shalqini do të ofrojë një mbrojtje më të mirë për gjymtyrët. Shalqini përmban pigmente natyrale të cilat do të luftojnë gjithashtu edhe problemet tuaja të shëndetit të gjymtyrëve. Disa studime thonë se falë konsumit të shalqinit njerëzit janë më pak të riskuar që të vuajnë nga artriti ose reumatizma. Antioksidantët që përmbajnë shalqini do të luajnë një rol të mirë ushqyes për shëndetin tuaj. Ngjyra e kuqe e shalqinit do t'ia atribuohet likopenit, një prej antioksidantëve kryesor që do të ulin në riskun e problemeve që shkaktojnë radikalet e lira në organizëm. Shalqini përmban nivele të larta të likopenit më shumë se domatet dhe çdo perime tjetër. Shalqini do të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të lëkurës. Ngjyra e shalqinit i atribuohet gjithashtu antioksidantit likopen, që do t'jap një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj në tërësi. Antioksidanti do të ulë riskun e radikaleve të lira ose diabetit. Shalqini përmban nivele të mira të likopenit më shumë se çdo perime tjetër, përfshirë edhe domatet. Shalqini do të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin e lëkurës. Ngrënia e shalqinit do të shërbejë si një mburojë për lëkurën. Antioksidanti likopen ndihmon organizmin edhe ndaj djegjeve nga dielli. Shëndeti i syve do të përmirësohet të ndjeshëm me përfshirjen e shalqinit në vaktet tuaja ditore. Një racion me shalqin plotëson rreth 30% të nevojës tuaj ditore për vitaminën A, e cila gjithashtu është thelbësore për shëndetin tuaj të syve dhe jo vetëm. Hidratimi është një tjetër përfitim kryesor që do të merrni me konsumin e shalqinit. Sipas të dhënave, 92% e përmbajtjes së shalqinit është ujë, ndaj ky frut mund të jetë gjithashtu ideal për të hidratuar organizmin. Mungesa e lëngjeve në trupin tuaj mund të nxjisë edhe krijimin e komplikacioneve, duke drobitur më shumë organizmin tuaj. Ndaj përfshirja e shalqinit në vaktet tuaja ditore mund të jetë një mburojë e çmuar e shëndetit dhe të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tij. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore mund t'jap gjithashtu edhe përfitime më të mira të rritjes së energjisë trupore, duke evituar komplikacionet dhe duke nxitur një organizëm më të shëndetshëm. Antioksidantët dhe aminoacidet e shalqinit do ta bëjnë atë ideale për njerëzit që kryejnë aktivitete fizike. Shalqini përmban nivele shumë të mira të kaliumit dhe mineraleve ushqyese të cilat do të evitojnë edhe komplikacionet e tij. Ndaj përfitimet të tilla të shalqinit mund të jenë një mburojë shumë e mirë e shëndetit dhe të evitojnë shqetësimet. Niveli i glicemist të shalqini është 80, por falë elementëve që ai përmban, mund të rrisë edhe më shumë përfitime për organizmin. Shalqini është një frut i cili do të ndikojë pozitivisht edhe në sistemin tuaj tretës. Njerëzit të cilët të vuajnë nga tretja problematike mund të përfitojnë ndjeshëm me konsumin e shalqinit në vaktet tuaja ditore. Kështu ndikimi i tij në organizëm do të jetë një mburojë e çmuar e shëndetit dhe do të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tij. Ekspertët e Healthline citojnë se shalqini është një produkt fantastik ushqyes për mbrojtjen e shëndetit dhe si i tillë mund të jetë një përzierje shumë e mirë për imunitetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Njerëzit të cilët kanë një tretje të vështirë mund të përfitojnë ndjeshëm nga vlerat e shalqinit në dietën e tyre, ndaj edhe vlerat që ai do të ofrojë do të jenë vërtet mbreslënse.
Mbërritja e verës së çdo vit shijonon edhe me një aromë të veçantë të shalqinit. Vera nuk mund të kuptohet kur e plot pa shtimin e këtij fruti natyral në përditshmërinë e recetave tuaja. Dhe një ndikim i madh për shëndetin tuaj do të jetë konsumi i këtij produkti natyral, që do të nxjisë gjithashtu një shëndet më të fortë dhe një organizëm më të vlefshëm. Ekspertët Healthline citojnë shalqinin si një prej produkteve më të mira ushqyese për shëndetin tuaj të përgjithshëm, dhe si e tillë ai mund të jetë një përzierje për të ofruar një mbrojtje më të madhe të organizmit dhe për të lehtësuar gjithashtu komplikacionet e tij. Shalqini është i njohur prej kohësh si një prej produkteve më të mira për shëndetin. Ai mund të përmirësojë gjithashtu duken e lëkurës suaj. Nëse jeni edhe me një lëkurë të ndjeshme dhe të dobët, shalqini mund të jetë një përzierje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik. Sipas ekspertëve të Kurej.com, vitamina A tek shalqini do të ndihmojë gjithashtu në rritjen e indeve të trupit duke e bërë që të keni një pamje më të freskët dhe më të hidratuar. Shalqini është i mirë për shëndetin tuaj të zemrës, duke sjellë kështu rezultatet e duhura në mbrojtjen e tij dhe lehtësimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Çdo kush që ka shqetësime me zemrën dhe përjeton dhimbje të kraharorit mund të kërkojë ndihmë mjekësore. Por sipas Organic Fact, likopeni të shalqini përmirëson funksionin kardiak. Edhe vitamina C, karotenoidet, kaliumi ndihmon për të paksuar kolesterolin dhe për ta mbajtur zemrën tuaj më të shëndetshme. Shalqini ndihmon në shëndetin e veshkave. Të keni gurë në veshka mund të jetë një përvojë shumë e dhimbshme, kështu që është mirë që veshkat t'i mbani të pastra dhe të shëndetshme. Sipas livelowfruit.com, shalqini rrit rrjedhjen e urinës pa ushtruar presion shtesë në veshka. Në këtë mënyrë shalqini ndihmon në pastrimin e gurëve në veshka. Shalqini është një frut shumë i mirë edhe për shëndetin tuaj të syve. Të shtoni më shumë shalqinë në dietën tuaj mund të ndihmojë për një shikim më të mirë dhe më të pastër, sidomos edhe në shëndetin tuaj. Vitamina A që gjendet te shalqini ndihmon për të mbrojtur kundër degenerimit makular që lidhet me moshën, si dhe parandalon verbërinë, sipas livelowfruit.com. Shalqini mbështet shëndetin e kockave. Shëndeti i kockave është jashtëmadse i rëndësishëm veçanërisht me kalimin e moshës. Për fat të mirë, shalqini përmban likopen dhe kalium, që mund t'i bëjë kocka dhe gjymtyrët më të fortë duke ndihmuar në paksimin e riskut të dëmtimit ose shkatrimit të kockave. Shalqini do të ulë gjithashtu presionin e gjakut. Shumë njerëz përpiqen të ulin presionin e tyre të gjakut përmes dietës ose ushtrimeve, por shalqini është një ushqim që ndikon drejt për së drejti në këtë drejtim. Sipas Organic Fact, sasia e mirë e kaliumit dhe magnezit që gjendet te shalqini është fitimprurse për të ulur presionin e gjakut. Shalqini qetëson në dhimbjet e muskujve. Shalqini është shumë i mirë edhe për të lehtësuar gjithashtu dhimbjet e muskujve, sidomos edhe pas një aktiviteti të fortë fizik. Sipas Dr. Josef Markola, përmban një studim ku subjektet që pinë lëng shalqini përpara se të shkonin në punë kishin reduktuar dhimbjet e muskujve 24 orë më vonë, në krahasim ato që pinin medikamente qetësuese për këtë gjë. Por për shkak të fruktozës së lartë në lëngun e shalqinit, Dr. Mercola gjithashtu citon se mund të jetë më mirë ta konsumoni frutin në vend që të pini vetëm lëngun. Shalqini gjithashtu është një produkt shumë i mirë edhe kundër problemeve të astmës. Shalqini mund të jetë një ndihmë për personat që vuajnë nga astma. Specialistët e Medical News Today citojnë se konsumi i sasive të larta të vitaminës C në shalqin mund të ndihmojë gjithashtu edhe për të ulur riskun e zhvillimit të astmës, ndërsa për ata që tashmë vuajnë nga kjo gjendje, ushqyesit që përmban shalqini përmirësojnë në shëndetin e përgjithshëm të tyre. Shalqini gjithashtu është një produkt shumë i mirë edhe kundër prostatës. Shalqini nuk duhet të përdoret si një ilaç kundër problemeve të prostatës, por mund të përdoret si një ushqyes që mund të mbajë larg edhe rëndimin e gjendjes. Sipas një postimi të Live Science, shalqini mund të ndihmojë në reduktimin e riskut të problemeve të prostatës për shkak të vetive të tij antioksiduese. Likopeni në veçanti lidhet me reduktimin e problemeve të tilla, sipas ekspertëve të përmendur në studim. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.